Përshëndetje ju them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Historia e narcizmit nuk është diçka që ju takon kohëve moderne. Kjo është daton prej, do të thoja ndoshta edhe pse se është krijuar njerëzimi. E mirë po, historia që është e shkruar është se qysh në Greqinë e lashta ideali i cili është i krijuar në rrethonat, ka lindur në rrethonat veçanta, është rritur po ashtu dhe ka pas një përfundim shumë tragjik. Dhe unë nuk do të hyj tani në historinë e atij narcistit, mirë po do të thoja që edhe tek ne shqiptarët, edhe pse nuk i kemi thënë narcizëm, ka ekzistuar dhe ekziston ende ky fenomen. Mua më kujtohet qysh si fëmijë në fëmijërinë time të hershme, sepse gjithmonë kam qenë një njeri që i kanë interesuar pse njerëzit veprojnë ashtu siç veprojnë dhe shpesh më ndodhte për shembull kur një më i rritur i familjes, një më i pjekur më thoshte që për personin e fjalë nuk dua t'ja zbuloj identitetin, mirë po më thoshte se ruaju sot se nuk është zgjuar mirë dhe unë mendoja se është i smur, bëja pyetje sepse zakonisht kur ne flasim për narcistët, ne flasim për njerëz më dashur, nuk bëhet fjalë për fqinjet apo kushërinjet apo tezet apo ku ta diun, se sido që të jeni fundit nuk kemi edhe kontakte ashtu të përditshme me ta. Mirë po, kur bëhet fjalë për anëtarët e ngushtë familjes, atëherë ti menjëherë fillon dhe thua pse, çka i ka ndodhur ose si është e mundur. Mirë po ti e vren se ata persona në fjalë mua më kujtohet sikur sot ata me të vërtetë kishin një ditë në të cilën ata ti nuk mund ta kuptoje se çka kishin brenda vetes. Mirë po tani unë kur kam lexuar për narcizmin dhe kam mësuar mbi ta, për ta unë e di mirë se ata kanë pasur një siç e quajnë gjermanët, një narcistische Kränkung apo një lloj dite të zezë në të cilën ata ka mjaftuar një mendim, një ëndër, një diçka që ata nuk ka shkuar siç ata kanë dëshiruar dhe ata tërë ditën nuk mund të dalin nga ajo vrimë e zezë në të cilën ndodhen. Dhe çka do që ju del përpara atë ditë duhet që ta zbrazin atë zemrimin e vet për të ndier vetë një grim më mirë. Dhe kështu që dua të them që narcistët me të vërtetë i kanë atë mekanizmin e vetë me të cilën e ngrisin veten në pjedestalin, do të thoja, e bëjnë veten si të ishin një zot i dytë ose një zot në vete dhe mirë po sado që e kanë këte, ka momente për shembull kur atyre ju del nga kontrolli kjo sepse rrethi njerëzit nuk kanë mundësi që 24 orë atyre t'ju duar trokasin dhe të thonë se ju jeni më të mirët dhe se bota sillet rreth jush. Për atë edhe unë them që siç e kam dëgjuar edhe një narcist në video i cili tregon thotë se unë kur kam filluar thotë të zbuloj për veten se jam një narcist dhe partnerja ime është shumë e dëmtuar, thotë kam filluar thotë që me të komunikoj edhe në këtë mënyrë thotë që në ditët kur unë kam atë ditën e zezë apo narcistische Kränkung, thotë i them asajna se e qes një letër të kuqe thotë aty para dhomës edhe i them që sot mos qel tema që nuk duhet për të qelur dhe kur është ajo dita thotë kur unë jam mirë, ndihem mirë thotë e qes një letër thotë e cila është e gjelbër dhe ajo mund të më pyes, mund bisedoj, mund bëjmë çka të doj me mua për shkak se ajo pranon edhe vetë se me të vërtetë narcistët e kanë atë ditën e vetë të cilët ne në fëmijërinë time atëherë se kam ditur çka është dhe njerëzit edhe pse nuk i kanë dhënë një emër e kanë ditur se ata njerëz janë të veçantë dhe e kanë atë ditën të cilën e fola unë dhe edhe pse asnjëherë askush nuk e ka pasur guximin t'ju thotë atyre për shembull se çka është ka ndodhur me ty sepse ata nuk kanë treguar as vetë. Mirë po në realitet secili e ka ditur se me atë njeri diçka nuk shkon. Do të thotë që narcistët mjafton që t'ju kujtohet një aromë, mjafton për shembull ti të shkosh në shitore dhe ai të ka porosit ose ajo se vazhdimisht dua t'ju bëj me dije se narcizmi është në të dy gjinit dhe të thotë se t'ja blesh një diçka që ajo pëlqen ose
një ushqim që e preferon, mjafton paketimin ti ta blesh në një ngjyrë tjetër, apo ku ta diun diçka që nuk është identik çfarë ai e ka kërkuar, atëherë ata i kanë ato pikat, triggerpunkte i thojnë gjermanët, ku shpërthejnë, sepse ja kujton momentet kur ai ishte fëmijë, kur për shembull nuk përfilleshin dëshirat e tia dhe zemrimi i tij është po në atë mos sa e ka pasur atëherë si fëmijë dhe nuk ka mundësi asese ata ta kontrollojnë vetveten. Për atë unë kur e kam thënë se si të jetoj me narcistët, kam harruar ta përmend edhe këtë fakt. Ata të cilët me të vërtetë duan ta sfidojnë veten me narcistët, patjetër duhet i shkruajnë këto pikat të cilat mund të zbulojnë për shembull se partneri ose partnerja e tij është i bjen alarmi, do të thoja, për ato gjëra nëse ndodhin, ti duhet i shkruash dhe mos ti përsërisësh për shkak se ndoshta edhe është e pamundur për shkak se ti nuk mund të dish se në çfarë, mirë po mjafton një aromë, një kujtim, një zhurmë, një ton, një tingull dhe ata me të vërtet ju humb kontrolli dhe nuk janë më vetvetja. Çka dua të them se narcistët në realitet janë ata fëmijët emocionalisht të parritur, të papjekur, për shkak se unë e kam thënë edhe shkencëtarët, njerëzit, psikologët, për asnjë smundje në botë unë mendoj se nuk është bërë ma shumë gjurmime se sa për narcizmin dhe për çdo vit vinë edhe studio të cilat janë marrur me analizat se si të kuptohet, se si të zbulohet, se çka ndodh brenda trurit të një njeriu të rritur i cili vepron sikur një fëmijë 3 deri në 5 vjet dhe vazhdimisht sjellin informacione të reja, mirë po në realitet prapë mbetet edhe si mister për shkak se secili nuk është krijuar në mënyrë të njëjtë, secili ka një histori pas vetes, mirë po gjëja më efektive do të thoja, sepse do të bëj edhe plot video tjera kur kam kohë se si ti kuptojmë narcistët dhe si mënyra më e lehtë për të vepruar me ta, sepse shumica njerëzve, unë nuk kam thënë edhe në videot e kalume që shkojnë në no kontakt, të thotë që të braktisësh, të ikësh mirë, por nëse bëhet fjalë për nënën, babajnë, motrat, njerëzit të cilët ne deshtëm apo s'deshtëm në një farë mënyre janë me neve dhe duhet që të paktën të kemi një kontakt distant, të thoja se si të sillemi. Mua personalisht edhe më duket gjëja më e logjikshme që njeriu të jetë shumë i sinqert me vetveten. Puna e parë është sinqeriteti me vetveten dhe radikal të besoj se këta njerëz, pa marrë parasysh a është femër apo mashkull, janë të tillë, kanë qenë të tillë, i kemi idealizuar në mënyrën më të mirë sepse edhe ne brenda vetës i kemi defektet e tona, për shembull, se nuk është e mundur, unë kam thënë që të lidhesh me narcist apo dhe me narciste pa pasur, pa e njohur këtë histori, pa vedije, ke kaluar, apo më mirë të them, ti e bën një magnet në një kohë, mirë, duke menduar se më në fund kam gjetur njeriun e duhur, më në fund është dikush që më do, më në fund është dikush që më kupto, se duke qenë i rritur në familje toksike, me prindër narcist, njërin të paktën, ti mendon se të paktën kur gjen dikën i cili të ofrohet ty dhe të kupton, mendon se ajo është dashuria dhe se ti duke jetuar në familjen e cila ka qenë narciste, ti je mësuar që dashuria të fitohet, që dashuria të jetë
nuk e din çka është dashuria e vërtetë dhe kur e kupton se edhe personi në fjalë nuk e ka njohur kurrë atë dhe kur nuk ka mundur të doj dhe nuk mund asnjëherë çkado që të bësh, nuk ekziston një metodë që atë ta bëj që ta kuptoj se ai ka bërë gabim sepse në trurin e tij nëse ai ti e bën për shembull atë që ta pranoj se ai ka qenë i padrejtë me ty, se ai ka bërë gjëra që të kanë lënduar, për të do të thot vdekje. Vdekje për shkak se ai në realitet ka vepruar ashtu për shkak se të gjitha ato gjëra i ka përjetuar pothuaja vetë dhe atë mlefin, atë zemrimin e fëmijës e ka zbrazur tek ti. Mirë po në realitet, si që thot Sam Vaknin, thot, kur një nga publiku ju afruaj, tha Sam, a ka mundësi që nëse unë i vë kamerat, nëse unë e ty të i kam faktet krejt dhe ti nuk mund të ikësh se ti ke bërë një gabim, të lutem Sam, i tha, a mund të pak të thuash po, e kam bërë dhe unë jam fajtor, a i qeshi edhe tha, ju, s'ka mundësi, tha, gjëja, kompromisi maj madh që buj me ba është me thonë ty që unë jam fajtor që nuk jam ruajtur, unë jam fajtor që kam besuar se ti nuk mund të zbulosh, kurse ti je fajtore që i ke vërë kamerat dhe me kontroluar. Të dy jemi fajtor, po unë vetëm nuk mund të marrë fajin. Do të thotë se nuk ka mundësi. Edhe vetëm kur radikal e kupton, e din se fajtor asnjëherë nuk mund të jetë personi në fjalë dhe nuk mund ta pranoj fajin, atëherë dhe nuk mund të doj, nuk merr përgjegjësi, e kam thënë edhe në videot e kalume, vetëm atëherë ti fillon të gjërmosh me vetveten tënde dhe të thuash veten çka ka qenë ajo gjë që më ka tërhequr më së shumti te ky njeri, pse jam lidhur unë me te dhe cila ka qenë ajo dhimbja ime që është sinkronizuar me dhimbjen e tij dhe ti thuash vetvetes tënde se ky është realiteti. Vetëm ti, kur e radikal e ke ullur veten dhe je bërë shumë e sinqert me vetveten, duhet edhe veten së pari ta falësh vetveten se ti nuk e ditur ndryshe, ti nuk e mundur ndryshe, ti ke qenë në një rreth, në një rrjet në të cilën nuk e pasur kohë të mendosh se çka po ndodh rreth teje. Vetëm ti kur e kupton realitetin, kur e pranon realitetin në të cilën je, e kthjell trurin për të bërë veprimet e matutjeshme, duke dalë ngadalë, duke dalur nga e rreth, po pa drama, sepse gjithçka që të ka lidhur me ty ka qenë ajo fotografia e fillimit atij njeriu perfekt i cili ta ka luajtur rolin, sepse ai ka luajtur një rol, ai nuk ka qenë i tillë, nuk është i tillë dhe nuk do të jetë kurrë i tillë. Mirë po ti duhet ta kuptosh që ky është realiteti dhe emocionalisht kur ti e kupton fillon të lehtësohesh dhe të thuash se deri dikun ka qenë edhe faje, për shkak se ke besuar pa pyetur, pa gjithmonë fajin ja ke vënë vetvetes duke thënë se sikur unë edhe pak më shumë sikur unë mos ta bëja këtë gabim, edhe pak më shumë të jepja nga vetvetja, ta doja më shumë, të bëja më shumë, gjithmonë e ke fajsuar vetveten dhe ndjenja e fajit është ajo që të mbon peng dhe ti mos ta vresh pastaj se
çka po ndodh, si po manipulohesh, si nuk po e vren se çka po ndodh rreth teje. Kur e kupton, fillon të kthjellet truri dhe çdo veprim që e merr me një si të them, çdo veprim që e merr me një qetësi dhe kur nuk ngutesh, normal që pastaj edhe nuk do të kesh pasoja, sepse ti gjërat që i ke bërë në mënyrë automatike, në atë mënyrën për të mbijetuar, për ta rikthyer harmoninë e cila ke menduar se ekziston, dhe gjithçka ka qenë një film. Filmi është kryer, tani fillon realiteti, tani ty të hiqet ajo perdja rreth syve dhe mund të bësh, kur truri është i kthjellur, ti mund të fillosh gjithçka ta bësh me vedije. Dhe unë ju përshëndes, ju uroj një ditë të mirë dhe shihemi në videot e ardhshme. Faleminderit.